Flas që janë me dinjitet. Jo vun këti Artan Goxhajt, ku të vun, Tan Goxhaj si e ka, djali. Dritan Goçe. Britanit, Tani dua t'i them unë, kot, në atë budallikun tim. Që inshallah ta kisha mik se është djalë për të qenë, ose Tan Hoxha që thotë ato që thotë, kolegu jot, gazetar, se nuk i dëgjojnë këta që janë për të dëgjuar. Po i nxjerrin 200.000 gjëra tash, sikur s'ka qenë me UÇK-n apo ka qenë. Ati kanë shkuar për të vrarë babë birë tash me Dilaverin t'jatin zotërinj të dy. E tash i kthehen që jo s'janë ashtu, po janë kështu. Një tjetër del atje thot po vajza ime kështu, i ka hallë shtyj vajzën që të bëhet deputete, çfarë do bëhet. Më thënë çdo gjë kush të marrë një cop. Pra kush e do vendin ton? Kam dalë gjithmonë në intervistat e mia dhe kam qenë jo i kënaqur dhe shpreh atë që kam në shpirt. Edhe më ke thënë një herë nëse mban mend, po mirë, pozitivitet, pse nuk shpreh, nëse e mban mend. Ku ta gjej që ta shpreh? Edhe dalim çik nga kjo temë, po e bëj dhe unë si çani tash ti. Do të them dëgjon e përshëndes. Që më ka ndihmuar pa mas. Qa u bë me atë Lulun që doli, se Lulu i them, unë ishte, nuk e dia, kërcimtare, a burrë, a burrë ka tjetër, qa bërja i me Pashiri Simakun, si përfundim. Kot po e sjell kështu, si se harroi populli u shava atëherë u bëra, se ne me libër shtëpiet fillojmë ne. Po ku e kanë librin e shtëpisë tyre lere, se mos t'i hyshën për shtëpia, se janë palar dhe halet. Shifi oborrin, thoshte populli, shifi shtëpinë, shifi tjomën, e thoshin në mënyrë kështu, pa t'i kërkosh të binë. Jo kot. Po dalim rrjetet sociale e shajnë. Çfarë ka bërë Edi Rama me rrjetet sociale? Se thot njëri që sa ka krijuar mashtrime faqe falso që të kundërvijnë të bëjnë të sajojnë të me këtë bidon që pa t'i dal ky bidua, çaj ka ky talent. Që doli dhe në popull. Shumë e njoh, kam folur se mund duk në fillim njëri për të qenë, se çdo njëri do njëri të mirë, të ketë bisedojë një gjë. Po shumë shpejt filloi fry barku buri dhe sa hyri në parlament. Kështu që para se dalësh në popull duhet të jesh qofse ke të pastër për vete. Që ta mbyllim me atë pyetjen që bëre, ç'pun ka repisti? Kur ka repist Shqipëria, po ta marrësh ndryshe. Apo jo? Apo shpla me këta tjerët këja dha, që i dha, tash dalë të sjellin këtë nga jashtë, që të bëhemi na shikoj bota. Ti do të thuash se je dhe ti palaço, në thonë se e them figurative, ma di shakan. E nuk e thua, po ma jep sinjali mua që do me thënë, mos jep në 10.000 shektike dhe tjera ti fut në xhep sikur u bën argjime. Se isha një në lushjon atë që kanë kapur që e hoqën si kryetar bashkie. Mora vesh që ishin firmosur tjera për tjera, unë s'u lek fare xhanë. Besim kam vetëm te Amerika personalisht, nëse e merr. Nëse merr Trumpi me stafin e tij, kam thënë dikur, besoj se ne do fillojmë të marrim frymë. Por populli gjithmonë do ngelet popull dhe populli atë racion që kanë ngrënë, mos ta harrojmë këtë se harrojmë në një. Atë racion do haj prap. Ku vajtën lapa e mapa e gjithë tap ku? Mori karrikë doli atje vet, ngeli vet. Pa i duket që në fytyrë që është i sajuar, duket që nuk kam gjë me të, e njoh dhe jam takuar me të, por duket që në bisedë unë e kuptova, aq sa tru kam. Që nuk është pra asnjë gjë, se çfarë do bëj? Do hiki njëri të vjet tjetri. Kush e përhapi gjithë të loj? Unë jo një, ti jo. Na sa të njohun. Erdha 2 ditë në protest. Nuk bëra as fotografi, as selfie, as një gjë, se do e bëja për mediat. Besoj se më kupton kur janë. Na sa mje. Nuk e bëra vëlla. Vajta thjesht pash, isha me ata njerëz, po nuk duash të dukesh, nuk dukesh, jo. Asnjë se merr vesh. Isha që isha në Shqipëri, se bëra këngë të reja, me Ad Hilën dhe me Ed Balinin, ose me Ed Balinin dhe Ad Hilën, ose edhe me mua, dhe besoj se jam dhe unë mes, me Gens Mallaj, me Klodian Qafokun, ti them se janë qokat që qenë vllaj se të paguajnë pastaj, e kupton? Se bëj çka ka. Çfarë do ky i huaj në Shqipëri? O do sjellim grekët, që ngelëm duke shajë, duke bërë, dhe mirë bëjmë, jam dakord. O sjellim këngëtarët grekë dhe u japim sa miliona, o do mirë që nuk kanë sjellë dhe serbët, po më duket dhe serbët do i sjellim, ama shavash.
vranë e pren kosovarët që është gjaku ynë, pse mos ta themi që është gjaku ynë? Kosova jemi ne jemi Kosova, pse duhet quhet Kosova veç? Shqipëria. Për mua Shqipëria, shqiptar janë. Po duhemi apo nuk duhemi, të kishim ne gjithë. Të donim njëri tjetrin. E të thot Arjan Korka Jogurian që s'do kishte që mos temat fjalën e keqe se na dëgjojnë populli, çfarë ka populli me që na kapi nervat në qoftë në ekran apo në media apo do të thoshte Arjan Korka gjëra tjera për tjera, çfarë do ishin gjithë ta bajgat e plerat që ne i paguajmë. Ata meritojnë tamam koshin e plerave. Dëgjova shumë analist, më ka pëlqyer dhe ai zotëria, çai quajnë Ilir Kulla, çka ka. Bën analizat shumë të sakta. Po kur vjen puna aty pasaj që devioni që shkon ke Ilir Meta i dhëm shpirti, jo mik. I jap të drejtë, flas me ato që thot halal i qoftë. Mos dali populli i tortës, e tha shumë bukur. Edhe u bë virale kjo. Populli i tortës kush ishte? Hallexhiu nga fshatrat. Qeshte Sali Berisha atëherë me Lulin, e? O Luli, në Mdylek i thonë këti mua besi, apo? Luli do bëj politikan, që të krije vetëm i lyende, po orti djalë, populli ka halle, populli s'ka të hajbuk. Edhe ai popull, po ngrit, do vi një gjë. Po si do sajohet prap. Po dali se s'kan sajuar kush do jetë, o ti mikuim, më falë, se më lëvizit e kufja. Pa sajuar kush do jetë, pse kush do haj prap, unë e ti. Jo, se unë e ti nuk dalim, nuk dalim njeri. Prap njeriu ty do vjetë, njeriu i tyre do vjetë prap. Po dalë qikojmë qa pamje do ketë. Arjan, ju tha që ke qenë pjesë e protestës 2 ditë. Çfarë vutrehet në protestë? Pra, me çfarë ndjesie u largova në protestë? Mu kënaq shpirti me atë që pash, thash se vërtet do të rënditej vendi. Asnjë gjë s'po bëhet. U bë dita 40, sa është bërë sot? Sot jemi në datën 11, kështu? Sa është bërë? 42 besoj. 40 ditë. 42, më fal atë, nuk e di se ndoshta edhe harrojmë se edhe mosha bën veten. Dhe themi shakak. Do të keqë ndaj, kështu që populli besoj se nuk ka për ta lënë. Po a ka njerëz nga mbrapa? Unë i shifja të gjithë spionat që ishin me celulare. Shikojshin, bëjshin, filmojshin, domethënë, filmonin, kuptim që kujt i shërben kjo, domethënë, populli po shkatron popullin, që kur do ta marrësh ti që nga Skënderbeu mere? Ai harron që po njerëzit që ka pas afër do e hanë, se s'do ha unë e ti, jo. Do e hanë, domethënë, të i marrin vendin e ta shkatrojnë. Se nuk dorëzohet, po kuptohet që po u dorëzua i mori fund, vajti brenda. Po vajti brenda po t'ja majnë se gjithë tema është t'i mash ato që kanë krijuar, jo ato që hajtë se u fut si që u fut njëri e tjetëri, që mos t'i them me emrat, tash i ke në çdo rreth që ka qenë deputet apo kryetar bashkie që ka qenë, doli prap janë llumi me njëri tjetrin, se i pash nga afër ç'a bëhet. Thash mos themi emra se i pash nga afër çfarë bëhet. O gigando, mjeshtër, o dole, ja hodhe, ja fute, po kujt ja futi, njerëzve tyre. E këta lerat që ishin rreth e qark, ishin ata lëpirsat që, më falë për shprehin se më dëgjon populli dhe s'dua ta them, bën dhe urinën një herë që mos ta them ashtu dhe prapë lëpin se kanë për gjë. Fatkeqësisht populli atë racion që kanë ngrënë, atë do haj. Ata që janë mësuar të vjedhin, prapë do lidhen me njëri tjetrin. Do ikin, do vinë të tjerë, do vënë të ri, prapë dhe ata. Po çfarë duhet bëjmë? Se nuk zgjedhin të duhurit. A ka të duhur Shqipëria? Ka miliona të duhur Shqipëria.